pak... Kjo është pyetje e rëndësishme. Është pyetje e rëndësishme, tash po të bëjmë parashikosin edhe mund të na dali, por ajo që unë besoj, e kam bindje personale, është ajo që Izraeli asnjëherë nuk e mban fjalën. Siç ka treguar gjithmonë, në raport me Palestinën dhe në raport me gjithë linjën e mesme, Izraeli nuk e mban fjalën. Izraeli zotohet që nuk do të sulmojë Sirinë dhe ndërkohë gjen trupat toksore në Siri. Zotohet që nuk do të sulmoj një shtet sovran që është Libani, dhe ndërkohë godet, bombardon edhe thot që jo po e bëra jo për të goditur Libanin, po për të goditur grupet e Hezbollahut atje në Iran. Zotohet që nuk do të bëj genocid në Palestinë, po ndërkohë bën shfarosje dhe genocid në duhet gjejmë fjalë tjetër, se ka humbur kuptimin fjalë genocid për atë që ndodhi në Gaza dhe vazhdon të ndodh edhe sot. Izraeli asnjëherë nuk e mban fjalën, nuk e ka mbajtur fjalën, që nga momenti kur është themeluar si shtet. Doni që të shkojmë në 46-ën apo në 48-ën kur u themelua dhe më pas mori rrëmbeu padyshim një kriminal nazist siç ishte Eichmanni, po që e rrëmbeu përkundër legjislacionit ndërkombëtar, i bëri një gjyq përkundër legjislacionit ndërkombëtar, i bëri një gjyq i cili për krime që ishin kryer në një shtet tjetër, histori e gjatë. Po që nga atëherë deri më sot Izraeli nuk e mban fjalën sepse thot interesi im është mbi gjithçka tjetër. Mbi ligjin ndërkombëtar, mbi parimet universale njerëzore, mbi normat e moralit etikës, nuk kanë rëndësi gjitha këto. Interesi i Izraelit është i pari. Dhe unë prandaj besoj, për të përgjigjur pyetjes thjesht, që lufta nuk ka mbaruar. Breton, edhe një pyetje të fundit e për shkak të minutazhit dhe për shkak të agjendës tuaj, sot po funksionon gjeopolitika mbi parimin e forcës dhe gjithë to konventat, marrëdhëniet, apo çfarë kemi lexuar ne nuk vlen apo janë bullshit në formatin e gjuhës tani kjo pyetje do duhet flasim bashkë një orë tjetër, po një përgjigje të shkurtër mund ta jap, një të sintetizuar. Do të ftoj unë që ta diskutojmë një ditë tjetër, një orë këtë temë, se sot na u koordinua pak ndryshe. Ju keni krijuar formate që nuk janë në presionin siç e ka televizioni klasik që ka pikërisht. Ne jemi prandaj kemi hapur për të qenë lirinë tonë. Po, edhe shumë suksese. Forca është gjithmonë prezente në marrëdhëniet ndërkombëtare, njësoj sikur se është në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Pavarësisht se ne kemi zbutur me atë që njihet si kontrata sociale e iluministëve, me shoqëri ku kemi sundim të ligjit e kështu me radhë, demokraci e kështu me radhë. Në marrëdhëniet ndërkombëtare padyshim që forca prevalon si një nga faktorët e konfigurimit gjeopolitik. Një shtet i fortë, padyshim që gjeopolitikisht ka gravitet më të lartë. Forca do të vazhdojë të jetë gjithmonë aty. Një nga gjërat për shkakun që unë e shoh me çudi është analiza normative që bëjnë jo vetëm në media, po edhe në akademi për shembull, për të habitur, për njerëz që habiten me idenë se si mund ndodhi lufta. Lufta dhe paqja janë komplementare në kuptimin e timeline-it të historisë njerëzore. Nuk mund të shmangësh ti luftën dhe paqen cilën do nga këto për gjithmonë. Asnjëherë nuk është e pamundur të ndodhë. Është në natyrën e njeriut, siç kemi atë që njihet në mënyrë vulgare ose divulgative, si e mira dhe e keqja brenda njeriut, lufta dhe paqja janë zëvendësojnë njëra tjetrën si kohë, si periudha kohore apo si epoka për njerëzimin, nuk mund të zhduket asnjëra as tjetra. Nuk është as paqja periudha midis dy luftrave dhe as lufta periudha midis dy paqeve, dy kohëve paqësore. Janë të dyja që do ta pasojnë njëra tjetrën. Sigurisht ne sot, nga që mendojmë se na vlen jeta më shumë se atyre para 200 vjetësh apo 2000 vjetësh, ne kemi më të vështirë për ta gëlltitur këtë fakt, se mendojmë që kemi arritur jo emancipimi, jo progresi, jo teknologjia, duket se historia rreth ciklik. Absolutisht. Dhe ka thënë Ibn Halduni para 1000 vjetësh. Kështu që mbi këto premisa, Breton, unë të falenderoj.